Salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Vazhdojmë me mësimet nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Në radhitja është thjeshtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe urrejtja që dikush ta lavdëroj atë më shumë se sa pejgamberët tjerë. Transmetohet në Sahihun e Buhariut nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, po ashtu kemi transmetime tjera nga Ebu Said al-Khudri, të ngjashme, se njëherë në tregun e Medinës, një musliman dhe një hebrej po bënin pazar mes vetë diçka. Atëherë hebrej deshti mu betu në Allahun xhaleshanu e tha pasha Zotin i cili e ka ngrit Musën alayhi salam mbi krejt pejgamberët e tjerë. Pra e përmendi vlerën e Musës alayhi salam, duke e vlerësuar më shumë se çdo pejgamber tjetër. Në këtë rast, ky musliman ishin akoma fillimet e udhëzimit edhe muslimanët po mësonin rresht, nuk i dinin detajet e fesë. Ky Iran shuplak, ati bashkëbiseduesit të tij, pse po e livdon Musën alayhis salam më shumë se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha, çka je të thonë kështu? A din që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi më i vlefshëm. Ky hebrej e njifte drejtsinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam se nuk mante anë, edhe shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha, o pejgamber apo o Muhammed alayhi salatu wasalam, shoku yt tha, mran shuplak. E thiri atë besimtarin dhe i tha, pse i ke ra njerit shuplak, çat ka bën? Tha, ja Rasulullah, i ra shuplak për arsye se ky e lavdroi Musën më shumë se sa ty. Atëherë keshi Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe i tha, mos më lavdroni mbi Musën alayhi salam as mbi ndonjë pejgamber tjetër normal. Tha, nga se kur të ringjallemi në ditën e Kiametit, i pari që kam me u ringjall jam unë. I pari që do të ringjallem jam unë. Mirë po thot, kur qohëm, ju e dini se kur të bëhet Kiameti, masanena njerëzit kanë më konë të vdekur, krejt, në varët e tyne. Edhe ka me ra shi 40 dit. Shi pak si trash si në formë shërbeti. Edhe ka me hynë për tokë, në për vora, ka me prek qaj shi, eshnat ose fundin e boshtit kurizor, të secillit njeri që është në formë trekançit, hajmalis, i cili nuk kalbet, pe aty është ADN-ja, janë kretat informacionet e njeriut. Edhe kur ta prek ata, ka me fillu eshnat me u rritë, sikurse lisi që rritet. Pastaj aty në eshnave ka me u bashku mishi. Pastaj kanë mu qelë varët, edhe kanë me ardhë shpirtat me hynë për ata trupa. Pastaj kanë mu qu njerëzit për vorave të veta, edhe kanë me këqyrë djatas, majtas, nuk kanë me njoftë venin. Nuk është i njëjti prizren që që kanë lanë ata, ka më kanë tokë e rafshët, pa kur farë kodra ose lugine, kanë më qudit, e që tash kur qohën i pari që ka më quë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këqyr, halasë që kërkush, kur këqyr për para, e shem Musën alayhi salam, i cili ka shku po qëndran në kam, poshtë arshit Allahit, arshi alas, Musa. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk e di, a u qu para meje, a hitë s'ka qenë, po u qu i kështu, i shtrima i vdekur. Normal se Musa alayhi salam ka qenë i vdekur. Por, po do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me na thonë, se cili pejgamberi ka vlerën e vetë. Allahu xhaleshanu e ka nderu Musën alayhi salam me këtë nder, edhe pse unë që onë prej kretë, kur ta shoh Musën alayhi salam, nuk e di çka o kon puna ati, qysh Allahu e ka ngrit para meje ose çka o bë me ta. E rëndësishme kur qohëm unë,
më thonë ringjallja, ai është. Ky rregull të dashur vëllezër që e përmenda që njerëzit kanë me u ringjallë, domethënë në këtë formë shiu me ra 40 vite, mu kriju eshnat, pastaj mishi, pastaj me hy shpirti, kjo është normal për të gjithë njerëzit, mirë po, jashtë këtij rregullit janë rastet e veçanta kur për shembull dikush nuk e ka boshtin kurrizor për arsye se ose fundin e boshtit, për arsye për shembull ka pas një djegje, ose ka pas një diçka, një telashe që s'ekziston, edhe ato Allah e krijon. Sepse Zoti ka thonë Kur'an, si e kemi fillu krijimin, ashtu do ta ripërsëritim. A është mazër për spari apo për zyti? Për njeriun është mazër për spari, ama për Zotin as për spari, as për zdyti, as për 100 herë. Njëjto për Zotin. Te Allahi nuk ekziston, po tham kështu, pamundësia. Nuk ekziston fjala s'po mund Zoti, s'po di, stakfirullah. Këto rregullat e mentalitetit të njeriut, jam lodh, s'po muj, s'po shoh, s'po ni, s'po di, nuk vlen te Allahu xhalla shanu. Çdo sen që konsiderohet mangësi, mohon e prej Zotit. Është pjesë e besimit, me mohu. Çdo sen që fut, po thamë kështu, dyshime në fuqinë absolute të Allahut, mohojeni nga Zoti. Të dashur vëllezër, mungesa e informacioneve sa duhet për Zotin ton, neve na adopson pastaj imanin. Prandaj ka mundësi njeriu më u zhyt në ibadete shumë, me u thellu në ibadete, po mos më kon ai besimtar me atë jekin të fuqishëm. Shon ku vjen pyetje të rreziku tutët. Pse? Sepse nuk ka t'ju njoh Zotin sa duhet. Edhe pse ka ibadete shumë. Mas pare, na duhet me njoft Allahun, besimin e sakt, që do më thonë iman, që do më thonë ti miran sejdë Allahut, kush është Zoti? Kush është Zoti ynë? Si e perceptojmë në Allahun? është dikush i cili s'ka lind, kul huwallahu ahad. Prandaj është 1/3 Kuranit, kul huwallahu ahad, në vlerë. Allahu Samed është i pashoq, është i pashembull. Çdo gjë që e mendon se mundet çështu, a mos është çështu, s'është çështu Zoti. Në ditë kiametit Allahu xhalla shanu ka më shfaqë edhe në xhenet besimtarë me ek perdën e nurit të dritës prej fytyrës tij, edhe besimtarët kanë më u kënaq, kanë më zbukuru, kanë më hjeshu, kanë më ndryshu. Hala mirë ma mirë, krejt mirat e xhenetit që ne jep Zoti. Ka transmetime, 70.000 vjet. Ngani mirë, 70.000 vjet. Ulemat kanë thënë Allahu e di mas miri, a 70.000 vjet të xhenetit, a 70.000 vjet kësaj dynjaje, sepse te Allahi një ditë është sa 1.000 vjet kësaj dynjaje. Nëse jemi na me këtë kalendarin që njehim vitën 2025, nëse jemi në 2000, i bjen të Allah më kanë ditën e dytë, o kry dita e dytë, jemi në ditën e tretë, ka sabahi. 70.000 vjet, po përmendet në disa libra, që ka me hy besimtarin xhenet. Edhe 70.000 vjet s'ka me dal prej xhenetit vet. Pse? Çka ka me bë? Veç ka mi kqyr, çka ka çtu? Çka ka çatje? Hajta kqyr që dhomën. Hajtë shkojnë katën e dytë ta shoh dhomën tjetër. Dal pikë kësaj, dal në korridor atje te ajo villa tjetër. Ta shoh çet oborin, ta shoh çat pemën. 70.000 vjet. Vetëm ka me i zbulu, me eksploru të mirat e vetat në xhenet. E mas 70.000 vjetë, me thonë, ka dalë se, a thu, ka kom vlaun, babën, agjen, kusherinin, djalin, vajzën, gruën, ka janë, të pysë për ta, mas 70.000 vjetë, të interesohen për ta. Edhe qka është e mira krejtë kësaj, se gjdo herë ndryshohen, zbukurohen, edhe nuk është e njëjta monotoni. Shtoja kësaj pastaj nuk ka gjumë as kotje, sepse gjumi konsiderohet sebeb i lodhjes për me fjet me pushu edhe me u forcu për nesër. Sepse po të flajë njeri, do më thonë është lodh, edhe du të me fjet, s'ka lodhje. Po të flajë njeri është i privum, i ndalum nga mirësit e xhenetit. Kur jeti të fjet në shpe, antarët e tjerë të familjes hanë amërsinën të jenë gjumë. Në xhenet s'ka me fjet, se non stop ti dush me i përjetu të mirat e xhenetit. E tash,
Kretë që të mira që unë veç janë nisa mi përmen. Allahu Gjelleshanu për ju thot besimtarve, lehum ma yasha'una fiha. Në xhenet kanë me pas çka të dojnë. Çka të imagjinon menja jote ka me pas në xhenet. Çka të shet të kujshia yt, kimi ja lyp Allahit 10 fesh ma shumë, 100 fesh ta çon Zoti. Kretë që të mira, a din që kanë me u harru, kanë mu zhduk, ti thu qysh. Allahu po thot, waladejna mazid. Kretë që të mira që kanë mi pas, na kene me u dhon edhe diçka ekstra. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo ekstra është shikimi në fytyrën e Zotit Gjelleshanuhu. La ilaha illallah, ja Rab, mos na priva, mos na ndalo shikimin në fytyrën tonë, na mundson me të pa ty. Kur po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta shohin besimtarët Zotin, kretë mirësitë e xhenetit në atë çast kanë me harru nga mirësia absolute, madhështore, kur ta shohin Allahun. Prandaj, kur ta mëson ti kush është Zoti yt, çfarë madhështie ka, çfarë fuqie, çfarë rahmeti ka për ty, qysh Zoti ti rregullon ty çështjet e tua sa ty nuk ta merr mendja, ti rregullon çështjet. Ti rrin shpe, Allahu azza wa jalla ka shkruar çash si soi mu bë, sa ti me pas në dorën tonë kishe mu çudit. Që kjo, në fund ka marrë qështu, la ilaha illallah. E po ka marrë qështu, se aje ka caktu. E pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra po kthehem te Musa alayhi salam, Allahu i lartësuar nuk ka ligjet nuk vlen për Zotin. Ligjet i ka vendosur Zoti për gjithësinë. Ligjet e natyrës ose të fizikës nuk vlen për Allahun. Qysh Zoti gjithë jetan, po gjithë jetan Zoti. Po shumë vjetë, për Allah nuk ekzistojnë vjetët. Vjetët Zoti ka bo për njerin. Për njerin. Prandaj, ajo është Zot. Për arsye se nuk vlen vjeta për ta. Çdo send, çdo rregull që vlen këtë botë është i krijuar nga Zoti për njerëzit. Kur qohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga, domthon, ishmi të thonë, te Allah i s'ka si për s'pari, si për s'dyti, me kriju njëjtë të Zoti. S'ka ma zërë dhe ma letë, njëjtë. I rinjallë njerëzit, kur qohet i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e sheh se Musa alaihi salam po qëndron nën arshin e Allahut. Arshi e Allahut është bukuria më e madhe e gjithësisë. Është krijesa më e bukur dhe më madhështore. Është kupola e xhenetit. Arshi. Arshi në Allahu Gjelleshanuhu. Arshi Alan. E bartin 8 melaçe, të cilat kur i ka obligu Allahu Gjelleshanu me bart, nuk kanë mujt. Pse 8? Çështu do Zoti. Ka mujt Zoti 80. Mundet Allahu pa majt kërkush. Zotit do qashtu, ju kanë nënku Allahu Gjelleshanu, o Zot, nuk më mujnë me bajt. Atër Allahu Gjelleshanu i ka mësu, i ka thonë, thune fjallën la hawla wa la quwata illa billah. Ma e men këtë fjallë, la hawla wa la quwata illa billah. Vazhdojnë melekët të mbajnë arshi alan, duke u forcu me lejnë Allahut për mes fjallës la hawla wa la quwata illa billah, e cila konsiderohet edhe një prej thesareve të xhenetit. Andaj të dashur vëllezër, kur keni vështirësi, nuk mundi me i bë ball sfidave, keni lodhje, keni stres, ju është ngushtu hesapi, ku e di çka, s'po mundi me duru x telashen, smujen, etj. Shtani fjalën la hawla wa la quwata illa billah. Nuk ka ndryshim as forcë veç se me Allahin, veç me Zotin. Ma me të lidh zemrën tonë me lidh me Allahin. S'jam unë i fort o Zoti. S'mujën e me bo vetë, po më nimon Zoti. S'mujën e me ndryshu vetë gjendjen teme, po e ndryshon Zoti për mu. Kjo është qëllimi. Pastaj,
Po ashtu shënon Buhariu jemi të folë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk lejonte me livdu Resulullahin më shumë se sa pejgamber tjerë. Është edhe transmetimi tjetër ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos më lavdroni siç e lavdruan të krishterët Isën alayhi salam. Mirë po thoni për mua rob dhe pejgamber i Zotit. E dini se Isa alayhi salam është pejgamberi i Allahit. Këtë ka thonë Isa në Kur'an, domethënë Zoti ka përmend fjalën e Isës në Kur'an, në surën Maryam, kur ka lej Isa alayhi salam, nona vet e ka pas obligim mos me fol. Domethënë ja ka ndalu Zoti azza wa xal me fol me njerëzit. Pse? Ka thonë mos u merr me ta se tash kanë me shpif. Tash është vakti me shpif. Mos ta gjetëshin momentin, domethënë ata të këqit që vetë i bëjnë ato sane për mi angjit të mirit. Ata, më falni që bëjë thëmë këto, ata kurvart kanë menu që edhe Meriemja alayhis salam ka qenë e tillë, se ka me qëtë zonë pa burë. Edhe që ka bo ajo, ka ik poshtë e naltë, është më shef, anë i knesa, ne kam shef barkin, e ka lidh barkin, mës mu dalu. Kur ka dash me lind, ka ik dikun largë, me një prua dikun, ka thonë desë qëto. A di që ka thonë? O zëtë, ma mirë të kisha dekë se që e prita që ditë. Subhanallah. Kush për thotë, nana një pejgamberit që në gjarja saj, ka më konë për ngjarjeve më madhështore, ka më konë mrekullin vete. Nuk pëdejo që po lyp me dek, veç mës me fol halku, a në fakt që ajo lindje ka më konë mrekullin vete. Djali saj ka më konë njoni prej 5 pejgamberëve më të majnë botë. E qa për dhëtë Allahu Gjeleshanu, për dhëtë, hap kjo me ty, ti s'ki me fol, ti kur shkën të popullit, veç shuj. O zëtë, unë e foli për ty, Allahu fol, qësh fol, qa për tanin ty? Unë i kam metodat e mija, s'pëdi, Meriemja nuk pëdi, qësh, tash është koha për me fol ajo. Atëherë Allahu Gjeleshanu, kur aja për dhëtë, i ke po këto të zezë dhe tash tu kam shel goja. Qka tha djali vetë? Kale inni Abdullah, filloj me fol fëmija. Shpo fol për kjo. Tha Isa a.s. unë jam robi Allahit. Atani el kitabe wa gjaalani nebija. Zoti me ka thonë librin, e ka dit Isa, që ka me pas një liber kur të rritët. Edhe ka mu bë pejgamber. Wa gjaalani mubaraken ejne ma kunt, edhe më ka bë të bekum, ku dhe që të shkaj. Edhe në fund ka thonë, më ka obligu Zoti me respektu në onën teme. E veç e më shelgojnë, folë që tërkush për ty. A me njëherë, a pak ma vonë, hitë sa më rëndësi. Më rëndësi që gojat e të këqive kanë më nalë. Ama më rëndësi ti mu konë hak. Më rëndësi ti mu konë hak. Isa a.s. ka folë ndjep, por pse të krishterët nuk e pranojnë që këtë mrekulli, për arsye se fjalën që e ka thonë është në kundërshtim me ato që e besojnë ata. Ata besojnë se është djali i Zotit ose Zot. A Isa ka thonë inni Abdullah, unë jam robi Allahit. Mrekullin vete, tu e livdu shumë e kanë kalu në Zot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos gaboni me më livdu mu shumë. Se ka njerë një vajzë e vogël të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe po kënan. Po thot, na kemi pejgamber, po livdohet, para hebrejve, i cili e di nesër që ka me ndodhë. A di Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose dikush për njerëzve nesër që ka me ndodhë? Jo, nuk e di. Kërkush nuk e di. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, njerë e la me kënu atë vajzën e vogël, normal pa muzikë, se po më kapët dikush për fjalë, e la, i tha jo e do fjalë të mira, kur e tha që të fjallën, tha nalo, jo, tha këto më se thuj. Pse ja Rasulullah? Tha jo, unë nuk e di të ardhmen. Nuk e di nesër që ka me ndodhë. Allah ka thonë Kur'an thuaj, si kur ta deja të ardhmen, do të isha përgadit për ta. Do të isha përgadit, mës me shku që atë, mës me ndodhë që kja, mës me ndodhë që aja.
Prandaj në Islam nuk lejohet me thonë, a mos kisha shku kështu, që tu s'kisha bon ndeshje. A u kry, a të ndodhe ndeshja. A të ndodhe një diçka një telashe. O vlla u kry aja mo, kader Allah me shafal. Kaderi Allah, caktim i Zotit. Nuk ban me... Prandaj as pejgamberi nuk e ka ditë të ardhmen. Ka thonë mos më livdoni me diçka që se kam, që se meritoj. Isa a.s. është robi Allahit edhe pejgamberi i Zotit. Njëjtë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, robi Allahit, pejgamberi i Zotit. Veç dallimi i Isës se ai ka qenë i cili ka fol prej ndjep. A vazhdojmë dersin ajo? Të dashë vëllezër, kërkoj falje, mirë po jo, kështu jo. Muhabetet për jashtë. Muhabetet jashtë, jam keq, aviden po, kjo nuk përkan me seriozitetin e dersit. Unë e kuptoj se ju takoni njerë një javë, s'kemi vakt në taku ma shpesh, po jo në këtë nivel. Allah në falë. Më nëse jemi në qëtë nivel, atër ata që zvenë gjami ku janë. Allah në përmirësoft. Vazhdojmë të Ibrahimi a.s. është një jetë kuranor në surën Al-Baqara, ku Ibrahimi a.s. i thotë Allahu Gjaleshanuhu, o Allah, më të rego qysh i rinjallë të vdekurit. Allahu Gjaleshanuhu për mi kalzu ymetit se ka ditë zamrën e Ibrahimi sa ka pas bindje, jekin. Ibrahimi a.s. e dini të hudhën zjarë, kur ka arë Gjibrili a.s. me i thonë, a dënë me të një munesen, kanë thonë jo, për ty s'kam nevoj, për Allahin po. Dhe më thonë, a që ka qenë i bindur që Zoti ka minimum. Me gjitha ta, ka dosh me në alon një regull Zoti Gjeleshanuhu për mes Ibrahimit a.s. ku ka thonë, kalzo Zot, qysh i rinjallë të vdekurit. I ka thonë Allahu, anë nuk po beson, thotë po Allah, unë e besaj, mirë po du praktikisht, me qëtësu zamrën tame. Me qëtësu zamrën. Atër Allahu Gjaleshanuhu i ka thonë ata 4 zësht me i marë, me i mbyt, me i coptu, me i vendosë në për kodra në përmale, pasaj me i thirë, me i majtë men, edhe ata me jarë të, se cëllat pjesë e trupit duke u bashku me dhe vetën, pa u përzi, edhe me jarë të gjallë para vetës ti. Dikush ka mendu që Ibrahimi a.s. ka dyshime në rinjallje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka qenë kjo për që s'po beson Ibrahimi a.s. por ka dallim të besosh edhe ka dallim po dush me e paula mu qëtësu, me tu mush zamra me iman. Sikur dikuj, i thu dikuj, ose të thot dikush, hajtë se e ku marrë biletën, kena me shku nesër, shamull ose mas njave numre, edhe vizat. Po i Zotin, e ke marrë edhe për mua, thot po për burë, po i Zotin, nalë tasha. Pas po më besoj, po të besoj, po du me pa, bre. Pi Marokit, po du me pa biletën, vizën, po du me pa, që? Në qëtësove që tash. A për kuptan, kjo është qëllimi Ibrahimit a.s. jo që s'ka besu. Po ashtu ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka dash me livduj Jusufin a.s. Ka thonë Allahu e më shiraft Jusufin. Wallahi, sa vjetë ka nejtë në burg. Kër i ka ardhë mundësia me dalë pi burgit, ai nuk ka dalë, ka thonë jo. Pashku me vërtëtu, me dalë në shesh, ato shpifjet që mi kanë bënë, si i pa moralshëm, biglejri hak, pa kur farë haki, une nuk dalë pi burgit. Shkoni me një ato zonjat, që kanë shpif për mu, edhe që ti këtu para mretit, ta shojmë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah im shiraft Jusufin alaihi wasallam, vallahi ti shakon në sa vjetë në burg, bën vaki kisha dalë, hiq pa atë kushtin. Ka dash me livdu vllazët e vetë, se pejgamberët janë vllazër prej prindërve të ndryshëm, apo prej nanave të ndryshme. Pashtu edhe rasti i Lutit a.s. kur ka thonë Luti, populli vetë që e kanë kundërshtu, sikur të kisha pas një familje të fuqishme, më u ballafaqu me juve, se ka qenë aty muhaxhir, i ardhën të ai popull, Luti a.s. Atër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu e mshiraft edhe shpërbleft Lutin a.s. e ka pas mbështetjen e fuqishme. Kërë kanë thonë, qka ja Rasulullah kanë? Ka thonë Allahun. Por, ndodhë që njerë ka herë një fjalë me e gabu pa qëllim.
Nuk është që luti s'ka besu në fuqinë e Zotit. E prej asaj dite Allahu Gjeleshanu nuk i ka qu pejgambert në një familje të dobët ose pa krah. Kreti ka qu edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam te Kurejshet, te Benu Hashim, edhe pse kanë kundërshtu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë pas as fuqi që domethënë mu shku gjithë secili që ka ti teket me i bën se ka pas kabilen ose rrethin e fortë. Edhe e fundit po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmend Yunusin, i biri i Mettës, kështu ka në transmetim, i cili ka ikë prej popullit vet pa i dhënë leje Allahut. Edhe Allahu ka dashur me dënu, e ka shtin barkun e peshkut ose të balenës, e dini historinë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos e kritikoni këtë pejgamber të Zotit, as mos thoni se unë jam më i mirë se ai, Yunusin birin e Metës. Ka dashur me i thonë Metit edhe nëse ka gabu, jo shuni, se në Islam më konsiderohet pejgamberët nuk kanë pas drejt me u largu pi popullit pa i thonë Zoti largohu se ma këta nuk bën insan. Kam i dënu, ajo largu. Është gut ka menu që u kry misioni ti, a Nuhi a.s. 950 vjetë ka najet, so largu. Çfarë dallimi? Edhe kur i ka thonë Allahu tash hypna një largo, ka thonë prit o Zot, mos po udhëzohen edhe pak. Ka thonë u kry ma. E Yunusi a.s. ka shku pandaj, Allahu e ka dënu, por kur o pendu në barkun e balenës, atër Allahu e ka nxerë të gjallë, edhe e ka këthy të populli vet, i cili, kur ju ka ik ky pejgamber, jënë pendu. Veç një sen ka ndodhë. Ka ik, ky ka gabu që ka ik. Po populli e kanë pa se kanë gabu. Ulemaja kanë thonë, po e përfundoj me këtë, kanë thonë ulemaja, këherë o mirë, do që i ki për rethi me ju mungu. Me ta ditë vlerën. Se hajtë se i kem filonin, hajtë se fistekin, hajtë se mujmë me asi, hajtë, mi thonë kadalio, ka dalë se s'muj. Që mi ura, kur ka i ky pejgamberi Allahit, atë e në bo musliman kretë, ku për neve patën pejgamberin e Zotit në ike. Patër Allah jo ka këtuj si mëshirë edhe për pejgamberin, Yunusin edhe për popullin e ti. Prandaj, në Islam është ndaluar me i nënçmu ndonjërin prej pejgamberve, bazuar në mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ne i respektojmë gjithë pejgambert, por e dim se më i madhi tyre, edhe zotriu i kretë pejgamberve edhe vula atyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na falë në përmirësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.